Policia e Kosovës në një konferencë të jashtëzakonshme lidhur me tentim vrasjen e avokatit Azem Vllasi ka bërë të ditur se ka arritur të arrestojë 2 persona si të dyshuar për tentim vrasje ndaj avokatit. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka bërë të ditur se për hetimin e rastit si dhe lokalizimin e personave të dyshuar, policia i ka asistuar edhe Aki. Sipas raportimeve, njëri nga të dyshuarit për këtë akt është Murat Jashari, vëllai i Ismet Jasharit, komandant Kumanovës. Policia e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës kanë arritur që ta bëjnë lokalizimin e personave të dyshuar. MJ i lindur në vitin 1956 është personi i parë, si dhe AL i lindur në vitin 1965. Dyshohet që është pjesëmarrës në këtë rast, ka thënë Baki Kelani. Sipas tij, policia e Kosovës ka bërë bastisje në lokacioneve të ndryshme duke përfshirë shtëpitë të dyshuarve, po ashtu janë sekuestruar dokumentet të dyshuarve dhe incizimet e kamerave. Avokati Azem Vllasi ka thënë se sulmuesi kishte një armë zjarri me silenciator dhe sipas karakteristikave ishte një atentator i porositur. Zëdhënësi i Spitalit të Prishtinës Shpend Fazliu ka konfirmuar se avokati Vllasi është jashtë rrezikut për jetë. Azem Vllasi, një ish udhëheqës komunist në vitet e 80-ta, pas përfundimit të luftës në Kosovë, nisi punën e avokatit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar në rrjetin social Facebook pas lajmit për plagosjen e avokatit Vllasi, duke e quajtur akt të papranueshëm dhe të dënueshëm.